Shkon të prosti që thamë, do të jemi me një mysafirë të veçantë, do të lidhemi tani në Rumani, do të flasë me një futbolliste të jashtëzakonshme që është nga Kosova, është Jehona Shala. Jehona, faleminderit shumë që je sonte me neve. Shëndetje Naim, faleminderit shumë. Jam e lumtur, është nacia ime. Një rrëfim i saj, rreth karrierës, rreth futbollit dhe daljes së saj në arenën evropiane tashmë në Rumani. Andalemi unë pak te fillimi i karrierës tënde në futboll. Po. Kam fillu në moshën 10 vjeçare. Në fillim në atë kohë nuk ka pas ekipet e femrave. Kam ushtruar me meshkuj. Pastaj dikur pas disa viteve janë bashkuar klubit të lirisë, klubit të femrave në krijen e trajnerit rezervative. Sa është e vështirë realisht kur e don futbollin, edhe mënyra për me luajtur futbollin është me luajtur me meshkuj. Po. Zakonisht gjithmonë thuhet se futbolli është sport për meshkuj. Po normal edhe femrat mund me luajt edhe shumë mirë në intervjuë. Në fillim ka qenë e vështirë se paralajkimet, mentaliteti, ama mandej me kartimin e forës, gjithçka është lehtësuar. Plus kësaj edhe në aspektin fizik është pak më e vështirë, goxha më e vështirë me lut me meshkujt, po mendoj. Po, normal sfida është më e madhe, forca fizike e meshkujve ka shumë ndalimi prej femrave. Po mendoj që secila femër që ka ushtruar me meshkuj fillim, gjithmonë ka avantazh ndaj. Kush është personi që të ka orientuar në farë forme ka futbolli, që sot realisht mundesh edhe me i falenderu për këtë që ka arriti tash? Më me thonë në fillimet e mia të shkollën fillore, kanë qenë profesorat e edukatës fizike, me anë të turnireve të ndryshme që i kanë organizuar, mandej garave republikane, ku një shkolla dhe kampiona, shkolla fillore Azistola, edhe prej aty, për me thonë më i cek profesorat e edukatës fizike. Profesorat e edukatës fizike. A ka pas në njëri gjatë karrierës në fillim atëherë që të ka thonë ti je e ndërtuar për futboll, ti je për futboll? Jo shumë, se siç e thash edhe më herët, mentaliteti që gjithmonë futbolli është sport për meshkuj, deri kur e kam pa që seriozisht është një dëshirë jeme e madhe në futboll. Ama kështu specifikisht dikush më thonë jo. Familja çush e kanë pranuar realisht për herë parë kur je orientu, po themi drejt futbollit? Në fillim e kam pas pak vështirë se unë kam motrën binjake, cilat jemi shumë të ndryshme. Edhe ajo nuk mirët me sporte e gjona, dhe më thonë në fillim më s'kam pak e vështirë, po mandej e kam pranuar. Skuadra e parë që ke zhvillu gara ka qenë Liria. Çush e kujton atë moment? Normal, skuadra e parë dhe skuadra e zemrës është Liria për mua. Skillimet janë kanë gjatë vështira, kushtet nuk kemi pas, po tash kur kthehem mbrapa me mendu, mendoj që është ka një kohë shumë e mirë, ku jam formuar tamam edhe si persone, si lojtare. Edhe realisht besoj edhe këto vështërsitë ndihmojnë më pas në ndërtimin e karakterit si individ. Po, mandej ke shumë lehtë me përballë me çdo situatë që të vjen, me çdo vështirësi që ke me pas. Pse realisht ka pëlqyer futbolli? Çka ka tërhiq te futbolli? A keni pas dikon familje, a vet, a prej televizionit? Jo, në familjen time nuk është marrë dikush me futboll. Po thjesht ka tërheq se prej e vogël non-stop me top, me gjana, mandej dikur kur jam rrit, e kon zhvillu veç ma shumë talentin edhe dëshira edhe rrit çdo ditë. Atë kujtohet si fëmijë kush ka pëlqyer si futbollist, kush ka tërhiq? Ronaldinho. Gjithmonë Ronaldinho. Edhe një kohë në feshin Ronaldinho dhe mandej ai është i preferuar të takora. E ki atë foton definitivisht është ngjashmëria e jashtëzakonshme me Ronaldinho. Po. A e kam pas edhe për ka stili lojës, edhe kështu në futboll je goxha e veçantë në stilin e lojës? Për stilin e lojës nuk e di se
në fillim, unë gjithmonë kam pas qef ma shumë si mesfushore, do të thonë, pasi stili Ronaldinhos. Po mandej me trajnimin e Xhep Gaxholli, ai si qendër sulmuese dhe mandej ma shumë ka shtyr si qendër sulmuese. E nuk e di për shka, ma shumë ndoshta prej ndërshmërisë. A je marrë ma herët me ndonjë sport tjetër, apo sporti parë është futbolli dhe dashnia e parë është futbolli? Jo me ndonjë sport përveç se në edukat fizike, përndryshe veç futboll, tonë pohën. Skuadra e parë profesionale në Kosovë. A i bjen Trepça apo ndonjë ekip tjetër që kanë edhe më herët? Jo, mendoj që është Liria, edhe pse është shumë andrej. Po. Si ekip, po në garat në Superligën e Kosovës kemi bërë prej klubit Liris. Sparihe. Po, një periudhë e ke kalu letemit artë të vllaznia e Shkodrës. Po, për 4 vite atje kam qenë. Sukseset që i kemi mbërri atje, ndoshta nuk po them që nuk mund me mbërri një ekip tjetër shqiptar, po që është Paqazër. Po atje është prima rregullat, çdo sen që e bajnë për mi mbërri çato suksese që kemi prek, si kualifikimin në grupet e Championsit. Edhe pse është ka një grup shumë i vështirë për ne, po është ka një eksperiencë që nuk mundesh me krahasu me kur gjë heq. Por edhe se sa vjen palla Championsin. Po, plus asaj keni pas edhe ekipin dorën zemër të mirë, keni pas bashkëtarët jashtëzakonshëm në atë periudhë. Po, kemi pas kohë ekipin e mirë, kemi pas edhe përforcime prej shteteve të ndryshme, po shumica e ekipit është kanë prej Kosovës edhe Shqipërisë. A është niveli në Shqipëri më i lartë se të na kur flasim për futbollin e femrave? Nëse i shohim arritjet që i kena bën, po themi kena bën se i na kanë klubin e vllaznisë, mendoj që po, statistikisht po. Ama edhe tash në koncept kanë të me investu kohë se shumë. Për ka niveli futbollit? Shqipnia besoj është pak më nalt. Po. Në Kosovë e keni pas një periudhë më pas te skuadra e Mitrovicës. Po, është fundit e skuadra e Mitrovicës. Edhe e keni kurorzu këto me titullin kampion. Po. Është ka një sezon i vështirë, ama në fund ja kemi dalë që me u shkollë kampion. Normal me punën e parlodhshme që bën kryetari i ekipit, mandej trajnerat që janë kanë aty, bashkëtarët e mia, edhe në fund ja kemi dalë që me dalë kampion, dhe i na kanë normal shumë të lumtur. Edhe me sa kom kuptu edhe herën e kaluar titullin me gjas u vendos në ndeshjen e fundit të atij sezoni. Po, është vendos në ndeshjen e fundit kundër Dragjinit. Nuk ka qenë ndeshje e lehtë. Po normal si thash se punën e palodhshme që kam bërë stafi krejt dhe ja kemi arritur qëllimet. Prej titullit kampion vjen aventura a është e para në Evropë tani në Rumani? Po, është e para për mua në Rumani. A më nimon posh zotin, mi ja thon emrin, unë jam të lexuar që 2-3 herë, po s'po më me qellu për qysh. Qysh i lexohet emri i klubit? Është FK Çiksereda. Çiksereda e ka. FK Çiksereda. Po. Pse vendose për ekipin e Çikseredës me vazhdu karrierën atje? Normal që një kohë gjatë sa ty e prit mundësi për në Evropë. Edhe kur erdhi kjo mundësi nuk desha me si rast. Tash, kam e provu, hiçkes nuk më ka dalë, edhe gjithmonë faleminderit Zotit. Tashmë edhe keni realizu gola me skuadrën e re. Po, në fillim kur erdha kam pas pak probleme me vizën, mandej në gjirin e tretë kam fillu me dujt, i kam bërë 3 ndeshje deri tash, i kam 3 golla.
Po vazhdoj, e kom nisë mbarë, po mendoj me vazhdu kështu, dorë zote. Perfekcion. Qysh është atmosfera në klub, qysh kanë prit, trajneri, stafin përgjithësi? Atmosfera është shumë e mirë, trajneri më ka pa vitin e kalin duhet në Champions League për dërni ekipit rumen. Edhe mandej kanë kështu të antartër, vajzat më kanë prit shumë mirë, ndohen që çdo sa me leksion, edhe më kanë afru shumë mirë. Cilat janë objektiva që i ka caktu klubi për sezonin që është duke viju tash atje? Këtë vetë kanë qenë fitus kupës romanist, normal që se vend të është kryesore kemi kampionate. Okej. Po punojmë shumë për ta dhe janë shumë strikt të planë këtë aspekt. Më boni përshtypje të pash që ishe pjesë e DD Management Group. Po. A jeni gjatë me këtë kompani menaxhuese? Po, faktikisht me këtë kompani menaxhuese jam shumë prej fillimit, unë jam lojtarja e parë që kanë nështru ky menaxhment, si femër. Edhe po kemi bashkëpunim shumë të mirë me ta, jo edhe kështu shumë personalisht, janë njerëz shumë të mirë edhe të përshtatshëm. A ishte edhe një pjesë e kësaj kompanie edhe një femër me licencë të FIFA-s apo të UEFA-s, nëse s'jam gabim? Nuk kam informacion për ta. Po, veç e di që Dionisi është me licencë të FIFA-s edhe UEFA-s. Edhe po flasim pak për kombëtarën e Kosovës. Ke qenë pjesë e saj në një periudhë? Po, kam qenë pjesë e saj, kam qenë në grup mosha. Mandej kam qenë vetëm si pjesë e grumbullive në ndeshje miqësore. Po kështu ndeshje zyrtare nuk kam ende. Domethënë kam ende vëndësimin si edhe për Shqipërinë, nuk i fjetë. Po, besoj tash përmes kampionatit rumun e ke mundësinë për me tërhek vëmendjen e tyre, besoj tash ma shumë. Po shpresojmë gjithmonë e lumtur për çdo ftesë. A e përcjell futbollin e Kosovës në përgjithësi Superligën, qoftë femrave, qoftë mashkujve? A ki kohë? Të femrave tash po, se po ka dhe transmetim live. Po. Ma shumë të femrave. Okej. E te kombëtarja e Kosovës, deshta me të pyet, sa të kanë bërë përshtypje 2 ndeshjet e para ndaj Zvicrës dhe e dyta fitoria madhashtore ndaj Suedisë. Normal duke I ditë që Zvicra është një ekip elitar me lojtarë që më shumë përvojë. Normal nuk është lehtë edhe me pas humbje me ekipi kombëtar, po mendoj që kemi me bë më mirë, ndërsa në ndeshjen tjetër ndaj Suedisë kemi treguar veten kaq të mirë dhe në kanë shumë e lumtur që kena fituar. Edhe ka fundi tash s'më pa pyet Jehona cilin ekip e përkrah në Evropë. Stili lojës ekipit cilit pëlqen. Normal në përkraj Manchester United. Edhe s'di pse më pyet. I kam në pjesën e teknikës janë edhe disa kolegë që janë në Manchesterin, ata po I ngrisin durë të lartë. Po, nuk na kam me kur gjë tjetër veç me ngrit durë të lartë tash. Nëse, dorën zamër është ekip legjendar anglez, po tash secili klub ka lënë për këso periudha të vështira, besoj. Po, dorë zoti që tjetë fundit, po pak vështirë. Mirë, Jehona, faleminderit shumë. Ka qenë kënaqësi me diskutu me ty gjatë kësaj periudhe për gjithçka rreth futbollit. Turoj shumë shëndet fillimisht edhe turoj shumë sukses në vazhdim të kampionatit. Uroj që I arrini synimet bashkë me klub e ti në anën tjetër shpërthen aspektin individual. Faleminderit shumë, është nasia ime edhe ne. Faleminderit. Suksese.